der aty, Spaku? Jo, është një derë që nuk e hap. dalja në skenë e këtij botimi mund të ketë qenë dhe një koincidencë kohore, por nuk i takonte askujt tjetër të shkonte në SPAK me këtë botim si fakt, por të bërë një kallëzim penal ndaj kryeministit, se sa një përfaqësie të kësaj lëvizje e cila tek e fundit lindi në origjinën e vet ka protestën ndaj investimeve të rrezikshme dhe të tepruara në zonat e mbrojtura. Dhe e gjitha i botim në fakt për këto flet. Gjitha ato projekte si rregull janë kryesisht në zonat më delikate për nga pikpamja e ekuilibrit natyror në Shqipëri. Dhe këtyre i takonte. Por nga ana tjetër kjo tregon edhe që kjo protest që nuk e meriton më emrin protest, normalisht duhet të meriton një definicion tjetër. Ka emrin e revolucioni flamingove. Po pra, diçka më permanente. Mirë? Revolucion, pastaj flamingova për shqiponjave. Kjo është i përveçshëm. Revolucion, lëvizje, por nuk është më thjesht një protest. Pra ka hyrë në një, si thua, në një proces të vijushëm dhe afatgjat. Për këtë shkak, asaj i duhen edhe forma organizative që i përshtaten një veprimtarie afatgjat. Dhe i duhen edhe aksione, akte të mëdha që i japin kapital të vijushëm për të vijuar përpara, siç ishte rasti i sotëm. Unë nuk e di se çfarë do bëj SPAK-u me këtë fajl, se po t'ishte për standardin se ku SPAK-u e ka stekën e ngritjes së një dyshimi të arsyeshëm, Edi Rama do të kishte qenë një 600 herë sot i akuzuar nga SPAK-u, por nuk është as edhe një herë. Unë nuk do të ndaja dot optimizmin, ende, që SPAK-u do vi në nivelin që të ngrejë ndonjë akuzë konkrete kundra kryeministrit. Që për mua duhet ishte fillimi, jo fundi. Se aty fillan. Se aty është hyrja e rekordit. Deri ke niveli i zëvendës kryeministrave kanë arrit dhe prokurorët e mëparshëm. Ajo është arritje e madhe. Pra ky është fillimi ose më saktë fillimi i fundit. Por akti është kryer dhe ky presion shoqëror ndjehet dhe tek SPAK-u. Tek e fundit është oksigjen për SPAK-un. Po nuk mori kurajo SPAK-u me gjithë televizje popullore në shesh, kur do mbari kurajo? Kryeministri është përgjigjur sot jo vetëm për Albanian,